Aleanca kundër importit të mbetjeve. Ambientalistë dhe qytetarë zhvendosën protestën e tyre përpara parlamentit, ndërsa në sallë deputetët po debatonin për ligjin e ndryshuar. Sipas qytetarëve, ndryshimet e reja në draft nuk janë bindëse. Ata duan të meritojnë një ligj për të përfituar për veten e tyre. E gjitha kjo të çon në një rezultat shumë të thjeshtë, që plerat e vërteta nuk janë në kep të Rodonit, por janë në Parlamentin e Shqipërisë. Ne do të sjellim sërish në treg, se kështu më vjen ta them, sërish 65.000 firmat që u mblodhën disa vite më parë. Aktivistja e drejtave të njerëzit Elsa Ballauri nuk hezitoi ta konsiderojë prepotencë qëndrimin e qeverisë që nuk dëgjon zërin e qytetarëve. Kjo prepotencë qeveritare, them drejtën, duhet pushoj. Nuk është thjesht një veprim teknik që ne po bëjmë, që të ndalojmë plerat, të ndalojmë mbetjet, të ardhur nga Evropa, sepse me një arsye shumë të fortë se ne kemi një Shqipëri të ndotur. Sipas protestuesve, arsyet për t'i thënë jo importit të mbetjeve janë të shumta. Të mbys është të mbyturin akoma në lumë. Ne kemi mbetje të tjera tona që nuk i menaxhojmë dot dhe kjo është një ndër pikat kryesore pse ne nuk duhet të jemi dakord që këto plerat futen në Shqipëri. Aktivistët e tuan të ndalin edhe deputetë hynin në sallë duke kërkuar t'i bashkohen protestës së tyre. Po të kishte shkëmbim barabart po. Shkëmbim çfarë do të thotë? Se me një pjesë të politikës shqiptare ta ndrojmë me medorinat. Qytetarët paralajmëruan se protestat e tyre do të vijojnë ndërsa këmbgulin në riaktivizimin e referendumit.